Në Maqedoni, me rastin e Fitër Bajramit, krerët e komunitetit dhe drejtuesit shtetëror dhe politik uruan besimtarët për solidarizim, mirëqenie dhe bashkëjetesë. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Rreth gjysma e popullatës në Maqedoni e feston sot Bajramin, ndërkohë që kjo është festë shtetërore dhe ditë jo pune për të gjithë. Besimtarët musliman herët në mëngjes u drejtohen xhamive, ndërsa vetëm në Shkup janë më shumë se 20. Sot është një ditë solidarizimi me më të vobektit dhe drejtuesit e komunitetit bëjnë thirrje për të ndihmuar njerëzve në nevojë. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Sulejman Rexhepi theksoi tolerancën dhe bashkëjetesën si parime themelore dhe vlera të Islamit dhe duke i zbatuar ato, do të çohet në vend siç tha dinjiteti i çdo muslimani shqiptar. Të gjithë ata që kanë respektuar këtë atmosferë dhe këtë muaj të bekuar sot kanë të drejtë të ndjehen krenar, të mburren, të jenë të gëzuar e të lumtur. Porosia jonë është që sot gjithandej të bëhen vizitat shumëta familjare, shoqërore, ndërvllazërore dhe pa marrë parasysh bile dhe përkatësinë fetare, sepse ne jetojmë në një mjedis shumë etnik dhe shumë konfesional dhe sipas traditave shekullore të këtij nënqielli gjithmonë ka pasur urime të përbashkëta. Sot duhet të jemi zemërhapur dhe të demonstrojmë bujarinë deri në fund, tha kryetari i Bashkësisë Islame Sulejman Rexhepi. Drejtuesit shtetëror dhe politik kanë uruar besimtarët musliman për Fitër Bajramin duke bërë thirrje për paqe, solidaritet dhe bashkëjetesë. Presidenti Gjorgje Ivanov dëshiron mirëqenie, mirëkuptim dhe dashuri, vlera që i bashkojnë dhe i lidhin njerëzit dhe fetë. Kryeministri Nikola Gruevski shkrua në një telegram urimi se festa e Bajramit dhe festat fetare në përgjithësi gjithmonë kanë paraqitur mundësi për respektimin dhe afrimin e njerëzve të përkatësive të ndryshme fetare në Maqedoni. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti uron që kjo festë t'i gjej besimtarët në gëzime familjare dhe t'i bashkojë në paqe, mirëkuptim, solidaritet dhe bamirësi. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi thekson se sakrifica dhe devotshmëria që karakterizojnë këtë festë na bëjnë të fortë për të mos devijuar nga rruga e drejtë dhe besimi, si dhe kultivimi i vlerave fetare dhe kombëtare. Edhe drejtuesi i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka uruar që festa e Bajramit të kremtohet përmes qetësisë shpirtërore dhe mirëqenies për të gjithë. Pjesëtarë të trupit diplomatik në Shkup dhe autoritetet të tjera vendore kanë vizituar me këtë rast Bashkësinë Fetare Islame në Shkup dhe kryetarin e saj Sulejman Rexhepi. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.